Përshëndetje, sot kisha dëshirë t'ju tregoja se si duket buka që unë bëj me tharmin e përgatitur në shtëpi ose me atë brumin e ardhur nga brenda. Marr shkas edhe nga disa zonja që me të drejtë më kishin shkruar pse nuk e tregoja bukën duke e prerë se si duke nga brenda, dhe nisur dhe nga kjo, pasi mbarova pjekjen e bukës, thash pse jo, po ja u tregoj. Kështu është si duket nga jashtë. Shenjat e miellit janë mielli që unë spërkas pak atë letrën e pjekjes, sepse nuk vendos vaj ose diçka tjetër, por thjesht letrën e pjekjes e spërkas me miell dhe pastaj vendos brumin. Tani unë kam kam ndarë brumin në dy pjesë në mënyrë të që të mos për më prakticitet, si me thënë, që kur ta ndaj të konsumoj njërën pjesë dhe pastaj pjesën tjetër. Tani, buka ka qenë pak e nxehtë në këto momente, por megjithatë unë vendosa që t'ja u tregoj, dhe fakti është që ne presim të na ftohet buka, por njerëzit e shtëpisë kuptohet që nuk mund t'i rezistosh një buke të bërë vetë, të ngrohtë, dhe vetëm pak gjalp apo djathë dhe është gjëja më e mirë në botë. Fani, tani buka zë një kore shumë të hollë kur piqet në atë tavën e thellë dhe me kapak. Krijon pak avull brumi brenda dhe kjo e bën që korja e bukës të jetë shumë e hollë. Këto format që kam marrë në sipërfaqe në anësore janë edhe nga ana e si rrjedhoje dhe asaj letrës së pjekjes. Dhe ja si duket nga brenda. Si shikoni, është shumë e butë, është pjekur shumë mirë dhe patjetër që është shumë e shijshme. Unë nuk i ndahem, kam vite që bëj bukën vetëm me tharëm, jo vetëm që është shumë ekonomike, por shumë e shëndetshme, dhe praktikisht kjo buka e bërë me tharëm është thjesht miell, krip dhe ujë, tre gjëra që ne i kontrollojmë. Pra, nuk ka asnjë gjë artificiale të shtuar. Prandaj dhe ja u sugjeroj, nuk ju shkon mundimi, mbase do të provoni, unë thash kam vite dhe normal që e kam rregulluar dorën, por që ja vlen. Tani nëse doni që t'ju bëj një video hap pas hapi dhe t'ju tregoj se si eksakte kam bërë këtë bukën, ju lutem më shkruani, më komentoni, patjetër që do ta marr në konsiderat dhe kjo do t'jetë pastaj dhe videoja e ardhshme. Pra, kjo ishte dhe videoja që doja t'ju tregoja, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe miru shikofshim në videot e ardhshme. Miru pafshim.